Selam aleikum, hoqë thot, burri më ofendon sytë fëmijëve, ndonjë këshill jam në hadh, aleikum salam rahmatullah. Mas pari më mirë do t'ja kisha dhënë këshillën e atij burrit tan. Është burri liga i cili ofendon gruan në sytë fëmijëve. Nëse duhet me këshillu, këshillojnë vetëm. Jo në sytë fëmijëve. Ti çka më bë motrën në këtë rast. Aspektin legjislativ s'po t'jap nëj fetfa me thonë merre këtë hap, pa ditë, qete, ngjysh, bane këta, bane ata, rrinë, ndajo. Kisha me thonë me fillu me fal namazin për me i ba ball sfidave, me ba sabër, me qetësu vetën me namazë dhe me ba dua namaz. Dhe më thonë, qëllimisht po t'flas veç nga aspekti fetar. S'po du me thonë, nëse s'mun me duru ndajo, këso gjana nuk po du atë pjesë mes teje, familjes tane, vetës tane, rrethanave ti që i ke. Unë nuk po du me marr atë guxim edhe me të fol në këtë pikë. Edhe pse ti e din veten tane derisa sa mund me mri limitet tua. Na gjithmonë themi se të jetosh me një bashkërt, edhe nëse ke pjesërisht probleme, është më mirë se sa të ndahesh prej tij e të krijon probleme të tjera. Por nuk mund me thonë këto se nuk ka ndryshim ky rregull. Ka ndryshim nëse jep shtet për muri, atër ka ndryshim. Po parimisht, po ikja asaj. Andaj po orientohem krejt diçka tjetër që s'ka të bëjnë ndoshta direkt me pyetjen tone, por po e lidhi me fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo me biografinë e tij që sa herë ka pas një vështirësi në jetë, po çu ka fal namaz edhe e ka qetësu veten me namaz. Bën dua namaz. Që Allah më udhëzu. Pastaj kisha më thonë bënu pak më largpamse, më fleksibile. Shefi, a janë vërteta që ato pika dopta që për t'i përmena ai? Nëse janë vërteta ndryshoj, bënë pak kuptoja botën e ti, fillo me u përshtat me rrethanat, pa hyn haram, nëse muj me thonë me kthy lojën, po e quj kështu, në favor tonin, me kalimin e kohës, më u përmirësu, më fuqizu si personalitet. Ndoshta këto do të këshillon si këshilla kështu, këshilla internetit shpejta, pa i njoft detajet dhe rrethanat, as bashkëshortit tanë, por as të tuat. Allahu ta letoft atë një maft. Por unë e konsideroj këta burra, këta meshkuj të ligë që kanë një mundësi me i ofendu bashkëshortet e veta me i nënçmu në sytë fëmijëve. Nëse dënë me shkatruj jetën e fëmijëve se janë të vegjël, krijo këso skena në familje.